Si është situata e Britën? Atëherë, nuk është momenti të them shumë fjalë sepse jemi në terren dhe po rikthehemi në terren pasi kemi bërë një koordinim për orët që vijojnë. Siç e keni parë, rreshtit vazhdojnë në mbar vendin, posaçërisht në Shtrëngata afaqshkurtër edhe në Durrës. Kemi krijuar një grup edhe me ekspert të ujësjellësave, mendim edhe nga bashkitë të tjera. Kemi krijuar edhe një grup forcash civile dhe ushtarake në 5 zonat ku kemi ende prezencë ujë në banesa. Prioriteti janë njerëzit, prioriteti janë zonat e banuara. Elementi i dytë ka të bëjë me zhbllokimin e kanaleve të ujrave të larta. Edhe aty kemi sisteme pompimi dhe pompa kapaciteti të lartë që ndihmojnë, qoftë ke gjykata e apelit, qoftë edhe në zonën e Shkozetit, dhe do vijojmë pa ndërprerje në gjithë oraret e mbrëmjes, gjatë gjithë natës, nëse është e nevojshme. Prioriteti është rikthimi i banorëve në banesat e tyre. Cili është bilanci orëve të fundit? Bilanci nuk ka agravim, pra mbetemi ke ato banesa që kemi thënë që janë të prekura. Ka një tërheqje të ujrave në një pjesë të zonave, qoftë në Ishkënet, qoftë në Shkozet, por prap ka prezencë të konsiderueshme ujrash nëpër Robore, nëpër zona anënjëherë me akses të vështirë. Ndaj kërkojmë edhe mirëkuptimin e banorëve, sepse po procedojmë kuadrat me kuadrat, zonë pas zone në çdo lagje, dhe kështu do veprojmë me 5 skuadra civile dhe ushtarake dhe mjetet e tyre. Na kanë ardhur në ndihmë edhe mjete shtesë nga Fieri, nga Elbasani dhe nga Tirana, në mënyrë që të kemi një ritëm sa më të lartë zhbllokimesh në orët në vijim. Ka probleme me hidrovorin? Nuk konsideroj që ka probleme me hidrovorin, është pyetje që ma bëjnë shpesh, mund të shkoni ta konstatoni vetë, janë funksionalitet të plot, madje kemi rifunksionalizuar dhe hidrovorin e vjetër në mënyrë që ritmi i shkarkimeve të jetë sa më i madh. Në zonën e Knetës kishte ankesa të banorëve, organizuan dhe një protestë për mos prezencën sipas tyre të autoriteteve shtetërore. Një përgjigje për ta? Atëherë, kemi siguruar tashmë me të 5 skuadrat që përmenda pak më parë që të shkojmë shtëpi më shtëpi dhe të mos të mbetet asnjë cep i Kënetës pa mbuluar. Vetë do jemi prapë në terren për ta konstatuar dhe personalisht që e gjithë skuadra, qoftë pushtetit vendor, qoftë forcat armatosura, emergjencët civile, shkon aty ku është nevojë. A do të jemi një zgjidhje afatgjatë e banorëve të Ishkënetës? Konsideroj që zgjidhjet afatgjata duhen jo vetëm për banorët e Ishkënetës, duhen për gjithë sistemin e kanalizimit të ujrave të larta. Kemi bërë investime, domethënë në prita lumore, në diga, hidrovori, siç e dini, që kanë konsideruar të efektshme sepse mund të kishin situata më të rënduara në zona të tjera, por konsideroj që përparësia e kanaleve të ujrave të larta duhet të jetë fokusi ynë, qoftë në pikpamjen e investimeve. E konsideruam dhe në mbledhje emergjencash sot për çfarë duhet të bëjë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile për të ndihmuar në këto investime në të ardhmen. Në orën e vijim pritet përmirësimi i situatës apo? Pres një situatë dinamike, përqendrimi në rang vendi ka të bëjë me vijimin e menaxhimit kaskadës Drinit. Nuk kemi jashtë rrezikut në Shkodër, në zonën e Obotit ka disa prezencë ujrash në zona bujqësore, fatmirësisht jo në zonat banuara, dhe jemi edhe atje me mjetet të përforcuara. Kemi një situatë në basenin e Vjosës, kuotat po arrin në nivelin maksimal. Edhe aty kemi prezencë pranë argjinaturave në mënyrë që të mund të kufizojmë maksimalisht pasoja eventuale. Kemi prurje të konsiderueshme që vinë në basenin e Vjosës nga Greqia, sikundër dhe prurje të konsiderueshme që vinë nga Kosova dhe nga të gjitha basenet që derdhen praktikisht në Fierz, kështu që situata është shumë dinamike. Ne jemi veçanërisht të përqendruar këtu për sa i përket zonës së Erzenit, sepse edhe aty prurjet kanë qenë të konsiderueshme. I gjithë toka është si sfungjer praktikisht, dhe sa më shumë evadime të bëjmë prapë zëvendësohen, prandaj është një natë shumë dinamike. Faleminderit.